Defekt në radar bllokojnë fluturimet në veri të Italisë. Ngritjet dhe uljet e avionëve u pezulluan për disa orë. Avionët në qiellin e Italisë veri perëndimore u ndalën mbrëmjen e djeshme për disa orë, për shkak të një problemi në rrjetin e qendrës radarike që menaxhon trafikun ajror të zonës. 10 fluturime që po vinin dhe largoheshin nga disa prej aeroporteve kryesore të vendit u anulluan, u vonuan ose u rikthyen në aeroportet e origjinës pasi hapësira ajrore mbi Lombardin, Piemontin dhe Ligurian u bë e papërdorshme për shkak të një problemi në qendrën e kontrollit të zonës. Ngritjet filluan rreth orës 22:15 edhe pse fillimisht me vonesa të mëdha. Por më pas pati një ndalim të ri të flukseve dhe një autorizim të mëvonshëm të kufizuar ndjeshëm i cili zgjati gjatë gjithë natës. Zyrat në Milano të menaxhuara nga ENA patën një defekt në sistemet e transmetimit të dhënave. Problemet e para u shfaqën rreth orës 20:20 dhe rreth orës 20:40 u vendos të shpallej rateo 0 në gjithë zonën, duke ndalur de facto çdo lëvizje. Sipas asaj që mësohet, nuk bëhet fjalë për një ndërprerje informatike, por për një përkeqësim të lidhjes së rrjetit. Si rezultat, avionët që niseshin dhe mërinin në Milano, Malpensa, Linate, Bergamo, Torino dhe Genova nuk mundën të vazhdonin me planet e tyre të fluturimit siç ishte parashikuar. Mbi 300 fluturime u prekën nga problemi, me mijëra pasagjerë që u detyruan të zbresin në pritje të zgjidhjes së defektit. Si pasojë pati vonesa edhe në aeroportet fqinje, si për shembull ato Venete, të cilave ju kërkua të strehojnë disa avion që fillimisht do të zbrisnin në veri perëndim. Në qendrën e kontrollit të zonës së Milanos, përgjegjëse për menaxhimin e trafikut ajror, në zonën veri perëndimore të vendit ka ndodhur një ngadalësim në sistemin e transmetimit të dhënave, konfirmoi ENA në një njoftim zyrtar. Për të garantuar standardet më të larta të sigurisë operative u vendos pezullimi i përkohshëm i nisjeve dhe mbërritjeve në aeroportet e prekura. Në buletinet e dërguara për pilotët dhe kompanitë ajrore, Eurocontrol, agjencia që mbikëqyr qiellin evropian, njoftoi për dështim të radarit.